Një musliman i cili falet që vite me radhë. Para, po thëmë kushtimisht, 10 viteve, 15 viteve. Ku kanë qenë ambisët ti me konaj? Inshallah me që tempo, me që të ligjërata, këne me shku, këne me bo, fëmija tonë, inshallah, që shqonë, s'kum bo hafës, fëmija më hafës, ka pasa, po. Duke unë diku nga rëthanat e ndryshme, dal nga kara, kush? Standardi i ngritjes. Me mujt namazin, me falë, me mujt. E që kanë drejt atë? Që kanë drejt atë? Ja përshet të ka friksu realiteti atë. Të ka hupin kurajimi. Sot për shembull të ndërlozër me fol për ibadete si namazi i natës, e me fal për këtë. Hoj, sa bojnë s'pe falem xhamia, të më mujt me dalë po. Për shembull. Na kujtohet për raste të caktuara që ka rujt pasuninë, që ka rujt hallalli filoni, ka shkuar i vakë të hoxha po. Ç'ky fjalor të ndërlozër? Ç'ky fjalor që sot denim ose për fëmijët vet, me mujt me rrit një fëmijë e falë namazin që s'kën udhët këqia unë shumë i gëzum. Ku janë ato aspiratat me bo vajzën e djalin, hafëzë, me bo që falën namaz ma shumë se ne. Ku e në të fjallë? Kush i kanë ru? Cëla eri ka marë? S'kanë ru kur gjë, ne kënë ru. Mendimi unë për Allah në kanë ru apëtë. Për që ta apëtë? Se mendimi për Allah në të varë këtë është që për kundër e thonave, nuk e hup shpresin se ka me ardhë në cak ku duhet. E aj që e një Allah në mirë të në lëzër, asë njerë nuk thot, është e pa mundshme në kohën tonë me dalë njerë që mundshme është. Allahu Gjelloha kanë dzirë nga situata ku s'ta mërmene aty njerë devotshëm, e motrë devotshme, e të sinqerta, edhe të përkushtuara e kështu më radhë. Andaj, zhgënjimi është pjesë e nefsit tonë, dekurajimi e zbrapës është pjesë e mungesë të mendimit mirë për Allahun xhallahu ala, jo që te Allahu kanë rru diçka. Allahun xhallahu nuk e sfidojnë rrethanat. Apo nuk e sfidojnë problemet e dunjas tonë, sfidojnë jo. Pse është edhe pa mos mënu se ka mundësi me koni musliman i cili për shembull çdo javë bën hat me Kur'an. Ja, mara hoj. Po pse është e pamundshme? Jeta dinamike, cila jetë dinamike? Cila? E mundshme është. Ama na s'kena mendim për Allahun që duhet ta apton se nëse ti merr se bëhet ai ta ngjet dorën atë. Na vet e kena kriju një realitet caktuar që është më tepër, domthon i ndërtuar dhe i bërmosur nga zhgënjimi dhe ignoranca se nga dia dhe motive dhe mendim mirë për Allahun te barekuta. Ne persona duhet me një mirë për Allahun xhallahu ala, me riky prap. E mundshme është.